Gjitha nëna do ta gjejnë veten te kjo histori që do t'rregoj. Një nën kishte gjithmonë probleme me fëmijën e saj sepse hante shumë ëmbëlsira dhe sado që nëna përpiqej ta binte fëmijën që mos ha ëmbëlsira, lutem se të prishën dhëmbët, se shëndoshesh, se nuk mban mend, se të zë gjumi shpejt, e shumë histori të tjera që vetë nënat i dinë se si sillen me fëmijët e tyre, fëmia nuk po e dëgjonte dhe nuk e dëgjonte. Atëherë kjo nën vendosi që të merrte këshillën e një njeriu të zgjuar të zonës ku jetonte dhe ndoshta ja dilte ai që ta këshillonte fëmijën e saj që të hiqte dorë një herë mirë nga ëmbëlsirat. Nëna me fëmijën shkojnë te ky njeriu i zgjuar dhe nëna i tregon problemin që kishte, atëherë njeriu i zgjuar i thot fëmijës dhe nënës do vish këtu pas 4 javësh. Okej, në rregull, shkojnë në shtëpi dhe pas 4 javësh shkojnë të dy prapë te njeriu i zgjuar, i mençur, për të marrë këshillën e tij. Fëmia futet tek njeriu i zgjuar dhe del për 3-4 minuta për jashtë, duke qeshur dhe duke i thënë nënës së vet, do shkojmë nën tani në shtëpi sepse unë e kuptova dhe nuk do ha më shumë ëmbëlsira. Nëna e çuditur i drejtohet njeriu të zgjuar dhe i thot: "Më fal, po si arrite ta bindësh për 3 dhe në 4 minuta kur un kam pothuajse gjithë kohën që përpiqem dhe nuk e bin dot." Dhe ky njeriu i zgjuar i përgjigjet: "Unë e provova çfarë do të thotë jetosh pa ëmbëlsira për këto 4 javë, prandaj këto 4 javë mu deshën për ta testuar çfarë do të thotë jetosh pa ëmbëlsira. Dhe eksperiencën time ja dhash edhe djalit tuaj dhe ai e kuptoi më së miri atë që unë doja t'i